Shtetet e Bashkuara drejt anullimit historik të 200.000 vizave për azil kërkues. Administrata e presidentit Donald Trump po përgatitet të ndërmarrë atë që mund të bëhet anullimi më i madh i vizave në historinë e Shteteve të Bashkuara, sipas Associated Press deri në 200.000 shtetas të huaj që kanë hyrë ose kanë pasur viza biznesi dhe turistike B1, B2 dhe më pas kanë kërkuar azil në SBA mund të preken nga këto masa. Dokumentet e Departamentit të Shtetit siguruara nga Associated Press tregojnë se plani nuk ndryshohet ose nuk bllokohet ligjërisht. Atëherë autoritetet pritet të njoftojnë gjatë javëve të ardhshme anullimin e vizave B1, B2 të lëshuara nga viti 2016 deri 2026 për persona që kanë kërkuar ose kërkojnë azil. Procesi po koordinohet me Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tommy Pigott tha se autoritetet po identifikojnë shtetas të huaj që kanë ardhur në se janë vizitorë afatshkurtër, por më pas kanë paraqitur kërkesë për azil për qëndruar përgjithmonë. Sipas tij, numri përfundimtar i anullimeve mbetet ende i ndryshueshëm. Megjithatë, anullimi i vizës nuk do thot automatikisht deportimi minjershëm. Personat që janë në çështje azili ende në shqyrtim mund të vazhdojnë procedurat përkatëse, por nuk do të konsiderohen më si mbajtës të statusit vizitorit për biznes apo turizëm. Administrata Trump argumenton se sistemi i azilit nuk mund të përdoret si mënyrë për të anashkaluar ligjet e migracionit. Zëvendësi sekretari i Shtetit Christopher Landau deklaroi se azili nuk do të shërbejë si rrugë anashkaluese për personat që hyjnë me vizë turistike e më pas kërkojnë qëndrim të përhershëm. Masa është pjesë e një politike më të gjerë të administratës Trump në forcimin e kontrollit për vizat e migracionit. Vetëm gjatë 18 muajve të fundit, Departamenti i Shtetit ka anulluar 175